parfait. J'arrête pas d'oublier que je suis déjà arrivée et je peux respirer, il n'y a rien qui me court après. Je suis là pour kiffer, faire de l'art sans me presser. Ah, ah. Sa hym në avion edhe nisemi për Paris. Kanë kaluar diku te 2 orë, nduket 1 orë e gjys. Kemi akoma 1 orë e 10 minuta rrugë që të arrim në Paris. Ne kemi haruar të marrim patatina, diçka të ham, po vdes për bukë. Nuk jemi asgjë, kemi diçka që na dha mami që nuk hahet. Edhe mezi po pres të arrim që thjesht të shikoj ku ka McDonald's, ku ka diçka. Kuptoni, njerëzit shkojnë edhe hajnë kuzhinën parisiane, ne shkojmë edhe shohim ku ka McDonald's. Sepse për mua kuzhina e zemrës është McDonald's e do jetë për gjithmonë. Ka qërë nuk ishte fokus, super. Shpresoj kur të arrim të gjejmë të marrim taksi. Kam dëgjuar që Bolti është më i liri në Paris. Eliana nuk ka dëgjuar asgjë, thjesht ja thash unë. Asgjë nuk ka dëgjuar. Kam dëgjuar nga motra ime që ekziston një aplikacion që quhet Bolt edhe ka taksit më të lira. Shpresoj të na çojë shtëpi edhe të mos na marr 200 euro. Sepse ne arrim te aeroporti Beauvais, quhet, që është diku te 2 orë larg nga Parisi. Është aeroporti më i larg gët. Si e them? Ai që nuk është afër. Kështu që duam diku te 1 orë e ca me makinë edhe të shkojmë direkt te hoteli jon që të lem bagazhet, valixhet edhe pastaj të shohim ç'a do bëjmë. Si u duket plani jon për sot, për ditën tonë të parë në Paris? Super. Super. Neve normalisht ishim të ulur çdo pjesëtar i familjes në rrjesh tjetër edhe në vend tjetër. Por çan ka aeroplani thuaj se bosh. Kështu që unë me Leanën përfunduam bashkë edhe nuk kemi një njeri tjetër ngjitur, kështu që po flejmë po kënaqemi. Edhe mami me babin përfunduam bashkë. Se mami ishte ulur në mes, por nuk ishte njeri të 2 vendet anash, kështu që vajti babi, ata janë përpara, ne jemi pak më mbrapa. Vajta i bëra një vizitë unë, hengra ca Casius që kishin, shumë të mira. Edhe tani u ktheva se vizitë nuk mundesh të rish më shumë sa duhet. Lenam pastaj flasën njerëzit. Po shkojmë vizitë e mamjet e babi. Janë diku te 16 më duket. Përshëndetje. Si kalon? Shumë mirë. Ç'a keni të thoni për fluturimin deri tani? Me ëndra të bukura. Fluturimi si ka qenë deri tani? Fluturimi. Fluturim. Kemi fluturu. Po presh. Somewhere on the sea, it got a little longer, so it seems. I burned out, so to speak. Now come a little closer. I feel a little light in the light track. I felt a bit of bad, but I came back. There's still a little light. Sa
arritëm në Airbnb-n ton dhe jemi te gati 5. Edhe kam t'ju them që sa arritëm kishte problem ashansori, po e rregullonte tani ai pronari, nuk e di ç'e ishte ai që na solli te shtëpia, edhe na tha që për një orë do rregullohet. Por ne deri në katin e 5 hypëm në këmbë, por mirë që 2 valixhet që kishim, se kemi edhe 3 valixhe të mëdha, 20 kg, se një është për mua, një është për motrën edhe një është për mamin e babin. I kemi hypur të gjitha deri në katin e 5, na ndihmuan ata 2 burrat që ishin këtu te pallati. Babi u djersit pak, ja dolëm, arritëm, edhe tani jemi gati të dalim përsërit se po na hajt buk, po vdesim të gjithë. Do shkojmë në McDonald's. Ja u thash, unë e kam seriozisht, nuk bëj shaka, nuk tallem me këto gjërat. McDonald's i tis, se kur të hajt shumë, nuk je oreks të provosh diçka të re, se po vajte në një restorant edhe më sollën një pjatë që mua nuk më pëlqen. Ç'a do bëj pastaj? Kurse McDonald's ka burger, nuk mund të shkosh kur gabim me këtë gjë. Pastaj sa të kthehemi do ju bëj e një home tour, e vogël është shtëpia, po në përgjithësi në Paris të gjitha shtëpitë të vogla janë. Dua të më thuash si të duket McDonald's në Paris. Njësoj. Hëngrëm shpejt e morëm veten, tani sa dolëm nga McDonald's-i. McDonald's-i kemi 3 minuta larg me këmbë nga hoteli jon, kështu që është perfekte për ne. Paguam 50 euro për McDonald's, që kjo nuk është kaq e mirë në përgjithësi, po okay, dhe parakaloj. Do ju them tani që filloi shiu. Nuk bie shime të madhe, po filloi ky shiu që thjesht të jep bezdi, që thjesht ekziston. Kështu që po rikthehemi te hoteli, të bëjmë motra një banjë, të marrim pak veten edhe pastaj të dalim përsëri të shohim ku do shkojmë nga qendra. Mirë se erdhët te shtëpia jonë. Një medho me to gango. Jam te hyrja. Këtu është dhome e parë, është banja, po është gjysmë banjë. Se ka vetëm dushin, Po. edhe ka edhe këtë, që lan duart. Edhe ka edhe lavamanin, kanë vënë pllak të bukur këtu. Kjo pllaka më pëlqen shumë, do desha ta vej edhe unë të shtëpia ime. Më pëlqen. Po, më pëlqen. Me karton xhesa është. Shtype bëj pak tuk ta dëgjoj. Karton xhesa është. Jam bërë ekspert. Kanë edhe tharse. Po, super tharse do jetë ajo për ha. Jo, mund të thaj flokët e babit. Dysonin e sola. E sola. Vazhdojmë. Digjoni, tani shtëpia është rrëmuj. Se erdhëm, i kemi hapur të gjitha, kështu që ju bëni sikur është bosh, sikur ne nuk kemi vënë akoma asgjë brenda, okay? Jo ju bëni, ju po fluturoni. Oh, ma, aty kemi një kufom. Shikoni dy këmbë aty, më duket. Jo, dy salcice. Pjesa e sallonit edhe e dhomës tonë, sepse kjo shtëpia ka një dhomë gjumi, që është kjo këtu lart. Nuk ka që dhomë gjumi, është një sofit që kanë vënë një krevat, Është nëse. një krevat. Kaq, ati do flema me babin. Po. Ndërkohë këtu në sallon do flema me motrën. Do me thënë, ky është krevati jonë. Welcome to our home. Yeah. Ky divani hapet, bet dysh. Dua të shoh po bëj dysh apo bëj një gjys, po nëse. Dëgjoni pak. Po të keni buxhet të harxhoni në Paris, hajden edhe blini ato që janë me 2 dhoma, me 3 krevate, me 5 yje. Tani, kjo që jemi pranuar ne, është e shtrenjtë. Për 4 net, Që ta kuptoni është e shtrenjtë, nuk e di sa dam. për 4 net 900 e pak. 900 e pak, për 4 net. It is what it is. It is what it is. Vazhdo. Në përgjithësi më pëlqen vibe që ka, se është e rinovuar, është e re, domethënë nuk hyn diku edhe thua nuk dua të prek çdo gjë. Banja është numër 1 për mua, ti je të paktën banja, të hysh brenda të mos thjesht në siklet. Këtu kemi 2 dritare, të cilat më shumë pëlqejnë këto që Parisian style. po, Parisian. Po ikën drita atje, prandaj s'po të kap. Kjo është edhe pamja jon, Parisian vibes. Trego tani, televizori vallai. Televizori vallai. Mashallah. Mashallah. Edhe pse nuk kuptojmë frangjisht. Frëngjisht. Mbase do e përdorim këtë televizor. Të vëm YouTube, do ketë YouTube. Netflix. Kemi një tavolinë. Tavolinë me 2-3 gjëra lart. Edhe 2 karige refile kam Edhe dy vënë. karige. E refile. Realisht kjo
është për 2 vete. Po. Do me thënë, është e vogël, nuk është për 4, po okej, ne do bëjmë që do bëjmë, Po. Këtu një gjë kështu tjetër, shumë e bukur, këto më pëlqejnë shumë. Nuk ka llamba jo, se provova ta ndes për vibe, po nuk ka llambë brenda. Shumë e bukur aman, edhe këto të bukura. Po. Okej, as sa marrë time. Okej, vazhdo. Motra do të fletani për vaj. Këtu kemi një gango. Që pi cigaren në pezhere. Në Paris, aman, jo. Në Paris. Ka frym tjetër cigaria në Paris. Kemi dollapet tjera këtu. Frigo. Frigorifer. Frigoriferers. Edhe këtë ujin, ne e sollëm. Nuk na kishin lënë as ujë. As ujë, nuk kanë turp fare. Këtu është kuzhina. Po, pjesa jote preferuar që përdor tepër. Shumë. Gjeta me kuzhinë sepse mami me babin më thanë që nuk do ham jashtë se janë shtrenjtë këtu restorantet, do marrim nga supermarketi, do gatuajmë brenda. Unë pres gatime. Po, priti. Po, bukur e kanë bërë edhe kuzhinën. Po. Me këtë pllakën mermeri, me këtë kafe. Ajo është plastike, nuk është plak, po nejse. Efekt. U tani... Ka këtu edhe një makinet kafe e na kanë lënë kafe. Po, 2 sopë. Jo, re, se janë ato të kuqet e tjera. Apo janë qumësh ato, nuk e di. Edhe... kështu bukur. Ime edo me to gango. Kjo ishte i që... jo, kemi dhe banjën tjetër e. Kjo nuk është banja tjetër, po kjo është banja. Kjo është gjysma tjetër që nuk ishte andej. Prito, në përgjithësi në Francë, kur i kishim erdhur me Clyde-in edhe në anësi që vajtëm në Francë, e diferenciojnë këtë pjesën nga banja. Kështu i përdorën në përgjithësi. Është në vend tjetër WC-ja, në vend tjetër është banja. Edhe në Budapest kështu ishte. E pe? Ime do me to gango. Motra tani do flegjum. Ka ndesur këtu ato, ngrofjen edhe është pëllcet. Ma po më pëllcet e koka, në përgjithësi po pëllcas, duhet të pastrojmë objektivi është... Qelbur. Qelbur e unë ka marrë me vete, që ta pastrojmë është qelbur. Qelbur. Prito tani, të shofëm... Shtriu të kërë... ja të shofim, si hapet ky divani, si do flemë që... ja del dot, do ndim. Oho! Ime do me... Se ko të shkojmë palestër una? Shife këtu goca, shife. Bish! Shife bisha! Shife! Wow! Shife! Wow! Mami me babin për i petlët. Mono petlo. Mono petlo. Pas kemi dhe pasyrë. Shumë pasër pasyrë. Driti ishte, po? Oho! Nuk lajmë për turizm. Kur të bëjmë tira do lajmë. Mami shpar për dilim nga hoteli ja bërë. Ua, kemi lënë dritën e bajnës hapur, pritë këthejmë t'ja fikë, se nuk mjaftojmë për 5 ditë 900 euro, duhet t'i fikëm edhe drita t'i bëjmë kursim neve. Që parë vajtëm pak në supermarket të marrim pak ujë që të kemi në shtëpi edhe marrim edhe sapun për duart se nuk ishte banja. Do të thënë turp. Por pastaj si dolëm nga supermarketi, pam një si tip normal, më duket quheshe, si tip tigota, si tip nuk e di. Kishte gjëra të ndryshme brenda. Edhe tham me motrën hajde të hym se deshim të marrim një umbrell. Kemi marrë një nga Tirana, po jemi 4 veta, na duheshe edhe një e dytë. Edhe në supermarket umbrellat kushtonin 20 euro. Edhe unë i pash thash, nuk ka shans në jetën time. Kështu që më tha motra hajde hym këtu se mbasi i kam të lira. Hym në atje. Edhe kishte edhe gjëra të tjera. Edhe halli është që unë po pash filloj edhe e çmandem. Edhe mbajta edhe veten që ta kuptonit se kishte shumë gjëra të bukura që i kam parë në TikTok, në Instagram që janë bërë virale, nuk i mora. E mbajta veten. Mbase ditët e tjera, thash prit, të shoh çfarë do harxoj këtë ditë, pastaj në fund këtu afër kemi te shtëpia, shkoj prapun. Plus Eliana tha që Parisi nuk është vend i shtrenjtë. Eliana tha, është budget friendly, nuk thjesht ti egzageron, se po i thoshte Clyde ishte shumë i shtrenjtë Parisi, kemi harxuar shumë lek njërin tjetër. Thoshte Eliana, thjesht juve egzageroni, sepse duhet thjesht mos shkosh në vende turistike dhe nuk harxon, kam parë goca që thënë nuk harxon. Ndërkohë Eliana, 20 euro kjo. 7 euro kjo, kaq ajo. I thash pa është budget friendly, o motra prandaj janë kaq. Mirë, isha gabim.
Le të vazhdojmë. Mora këtë që është llak për flokët. Nuk mora me vete, edhe thash të marr një të vockël këtu, bënte 2,5 € kjo. Ku e diu? Më duket 2,5 € bënte kjo. Këtë mezi po pres ta provoj. Është nga brandi Revolution, edhe është si tip make-up, po që aplikohet me atë aplikatorin e concealerit. Është edhe concealer make-up. Është concealer, foundation, është concealer e foundation. concealation. Po. Sa i pash në tregovi motra, thash kjo është për mua, sepse unë në përgjithësi e përdor shumë concealerin si make-up në fytyrën time. Nuk vej make-up, po vej concealer me gjithë fytyrën. Kështu që thash këtë duhet ta provoj, bente më duket 11 €. Kështu që do e provoj pastaj kur do dalim. Gjetëm umbrell me sa ishte kjo? 3,60. Po jam e sigurt që do prishet te përdorimi i dytë, nuk duket nga këto umbrellat kështu të forta. Shpresoj të na mbaj. Kjo është për një person. Në supermarket morëm edhe këto biskotat, të cilat më tha motra që janë virale dhe këto i marrin në përgjithësi njerëzit si suvenir kur kthehen. Dhe thash merit i provojmë, janë me gjalp. Përgjithësi më tha motra që Franca mbahet për gjalpin. Kemi filluar edhe po bëhemi gati. Unë do me thënë jam gati, le të themi. Tani. Ky është outfiti për natën e parë në Paris. Do thoni ju ku do shkosh kështu? Do ju them unë te Kulla, si themi? Po, te Kulla. Eiffel. Edhe njerëzit normalisht në këtë periudhë veshin pantallona, bluza, me mantë gjata, kështu gjëra të trasha. Por unë duhet të bëj foto të bukura. Edhe foto të bukura me pantallona dhe bluzë nuk dalin. Kështu që do sakrifikoj diçka që të kemi kontent të bukur në Instagram. Po prisja për këto fotot këtu edhe shumë vite, kështu që tani duhet të dalë kështu ja. Pritshmëriat e tua janë të larta, unë nuk e di çfarë foto do dalin o kush janë pritshmëritë e tua, se po bjeshi e din që do besh as në fotografi. Do vesh nga lart edhe këtë xhaketën të zezë, thjesht do e mbyll. Do vesh edhe peliçen time, që të mos kem ftohtë në rrugë. Tani mbase njerëzit më shikojnë pak kështu që ku shkon kjo e veshur kështu, edhe do t'jeni të drejtë, se edhe unë ashtu do shikoja. Po t'ju them diçka, më njohin këtu. Do më shikojnë ndonjëherë tjetër, jo, me shumë mundësi. Kështu që unë do bëj atë pjesën time, edhe të tjerët le të bëjnë çfarë duan, apo jo. I sjarove bravo. Unë i tregova që bëshem gati mirë e bukur te Airbnb-a jon, jetëm edhe në drek, kishim super tani, plot energji të dalim të eksplorojmë Parisin. Për sot plani ishte të shkojmë në një varg që të çon xhire dhe shikon kullën e Eiffelit. Edhe kam pronontuar unë për sot 68 € për 4 veta. Tham do shkojmë të marrim metron, trenin, çati jetë dhe të shkojmë ta bëjmë këtë turin. Problemi është që sa dolëm nga shtëpia kuptuam shumë shpejt që binte shi. Kjo koha nuk na ndihmon shumë të vazhdojmë me programin tonë në përgjithësi, sepse deshim atje te varka është hapur lart edhe ri atje dhe pi diçka po deshe dhe shikon edhe pamjen. Me shumë mundësi do rim poshtë që ka vetëm brenda, shpresoj të ketë thjesht xham që ta shohim, domethënë që të mos jetë kot kjo xhiroja që do bëjmë. Edhe shpresoj edhe ta rim sepse metroja është vonuar, edhe thotë akoma që do vonohet, ka disa alarme atje lart, unë nuk i kuptoj. Edhe është edhe herë e parë që përdorim metron, nuk i dim akoma rrugët si që shtek, shpresoj të jemi te vendi duhur edhe të mos ngatrohemi. Plus unë kam veshur fustan tani këtu, çizme me të gjitha, jam vërë super e bukur, shpresoj të ndaloj për 5 minuta dua, jo më shumë, të bëj 2-3 foto me flash të bukura e pastaj të shkojnë në shtëpi. Nuk dua më shumë. Desha të them si informacion që ta dini edhe ju, për biletat e transportit publik shkarikuam një aplikacion që do e le emrin këtu lart, edhe blem një paket për person, kushton 33 € më duket diku atje, edhe është për një javë, edhe mundesh të hysh në çdo transport, tren, metro, autobus, të gjitha. Kështu që është më e volitshme kjo se sa të presim një nga një bilet që ka edhe radhë dhe ngatrohemi dhe nuk e dim ku, është më kollaj kjo. Është herë e parë që e shoh tani nga afër se pash kur po vinim nga larg, po nga shumë larg, ishte edhe ditë. Tani thjesht kaloja rrugën edhe thash, prit çka kam brapa, e shikoj këtë gjë, thash jo nuk ka shans në jetën time. Ja dolëm, arritëm
varkën ton. Është xhiroja e fundit që bën për ditën, kështu që e arritëm në minutin e fundit edhe ne. Hym brenda tani, diçka po thot ky i turit. Do desha normalisht isha ulur lart, po lart bie shi, kështu që nuk është e mbuluar edhe nuk mundem të shkoj lart. Edhe ja, këtu nga xhami do mundohemi të shikojmë ç'a duket, shpresoj. Me varkën, bëm disa foto, mirë që na la shiu sa dolëm nga varka, edhe arrita bëra 2-3 foto, aq sa kisha mundësi domethënë. Ora ka vajtur 11 po më hajt buk, mua edhe babit kryesisht. E Leana han fotot. Unë ngopem me Edhe foto. autobusi erdhi. Erdhi? Po shkojmë afër te shtëpia të gjejmë ndonjë gjë të ha. Po ora ka vajtur edhe 11 e natës, kështu që shpresojmë të gjejmë diçka të hapur në përgjithësi, se nuk e dim ç'ore mbyllën këtu. Dita e dytë në Paris. Jemi zgjuar, kemi vajtur, kemi ngrënë pano shokola, kemi bler baget, kemi pirë cappuccino shumë të mirë. Këtu po shtëpisë ton, gjetëm një vend, kështu që do mundemi të pim kafe. Edhe tani po shkojmë në Louvre, në muzeum Louvre. Kemi pronontuar biletat tona për në Louvre, që 2 javë para më duket. Diku atje, sepse në përgjithësi është nga muzeumet më të njohura këtu në Paris. Edhe po i lak për minutin e fundit, me shumë mundësi nuk do gjeni bileta, sepse bëhet shumë herë sold out. Plus, për ju që jeni mbi moshën themi, nën moshën 26, hyni falas. Unë pagova 0 euro. Motra, sa minuta larg jemi? 20 minuta larg, sepse po shkojmë në këmbë, si shikoni. Këto është 17 minuta, kështu që qëndryshimi ka. Me 20 minuta e bëjmë ne në këmbë, mos të them që po vrapuam pak e bëjmë për 15 minuta fare. Egzagerim total. Po presim në radhë, kemi pronontuar për në orën 10, edhe tani duket të hap dera, edhe do hym avash avash. Nuk jam e sigurt po ka mundësi të bëj video brenda. Po do shohim çfarë do na thon brenda. Shpresoj të ketë edhe ndonjë vend të lëm këto xhupet tona, sepse kam marrë peliçen e motrës që është super e rëndë. Notre-Dame, un monde entier sommeille. Un premier rayon de soleil illumine les quais de Seine. Une pause, café crème, on se remet de la veille. Il n'y en a pas de pareil, le Paris village s'éveille. Dans les bistrots, les cafés, on n'en finit pas de flâner. C'est le Paris cinéma, c'est lui qu'on aime, toi et moi. De l'île de la Cité à Saint-Germain-des-Prés, un monde entier sommeille. Mais au premier rayon de soleil, le Paris village s'éveille. Erdhem në një restoran pas Louvrit që të hahem. Gjeti motra në TikTok, ishte kritika të mira, edhe porositëm një djath. Edhe tham do ham 4 veta një djath, mirë. Djathi ndërkohë që erdhi në tavolinë. Po, nuk e di mami.
gjithë ky, do me thënë, si do e ham? 4 veta, si do e ham gjithë këtë këtu? Nëse ka shumë mjaft. Shko sa mjaft ka? Ka shumë mjalt, po. Djas me mjalt. Mjalti tani as nuk duket, po ka shumë, plot, e mbushur. E mirë. Nuk të pëlqeu. E kam ngrënë prapë në këtë gjë, nuk e di po. Po djath, kam ngrënë gjëra shumë të mira në këtë jetë. Edhe kemi marrë këtu të provojmë Kërmilla. Kërmi. Unë nuk kam ngrënë kur kërmi. Edhe motra më thotë provoje, unë kam frikë ta provoj. Nuk e di, po do ja dal. Do shoh. Edhe babi do e provoj për herë të parë. Me një çik buk, po. Ma prit ti radhën tënde. Ani ma futi frikën. Oj, ku me friku pa frikë. Nëse ti ke probleme. Unë nuk të provoja para partë. Gjej shpifur. Mos e ha. Restoranti që ulëm të ham duket shumë cute, edhe dekorimi, edhe në përgjithësi këto lokalet të Vockla Cozy që ka Parisi më pëlqejnë tepër shumë. Ushqimi ishte Nuk jemi mësuar me këto lloj ushqimesh. Unë me babin morëm të ham një pjatë tradicionale me mish, edhe që mishi ishte si qofte, me patate nan edhe me një si tip salcë nga lart. Okej, haeshe, po jo që nuk vdiqa. Motra ime mori të haj mish pule me oriz. Nuk e hëngri mish pule, në hëngri vetëm orizin, a salcën që kishte nga lart. A salca ishe mirë? Okej. Salcën e hëngri. Mami mori të haj makarona me salmon. Mami nuk vdiq. As për salmonin, as për makaronat, me sa kuptova. Hëngri thjesht që të mbush barku, në përgjithësi këtë bëjmë. Nuk është që kam provuar ndonjë pjatë deri tani që të them, vdiqja. Parisi në përgjithësi mbajt për ëmbëlsirat. Edhe ne akoma nuk kemi provuar ëmbëlsira. Morëm tani porositëm një ëmbëlsirë tradicionale për në fund e provojmë. Mezi po pres të haj dhe krepa, edhe ekler që më thot motra që janë fantastike, makarons që morëm që parë nga Ladurev. Tani erdhi ëmbëlsira. Le të shohim si duket. Është me mollë të tharta. Është e tharës. Do e bëj unë review që jam ekspertja e ëmbëlsirave, do flas. E shishme. E di charm, nuk është e keqe, po kjo nuk do me thënë që është e mirë. Me bukën tonë në restoran që ju tregova, u kthem në shtëpi sepse motra kishte veshur një paltaka, të cilat ishin të merë, realisht. Edhe mi dha mua pastaj që të ndroj pak me të mijat, edhe të mund të hec. Pastaj unë vdiqa, sepse takat e motrës janë në numrin 37, unë kam numrin e kamës 38, kur i them vdiqa. Ja dolëm, arritëm në shtëpi mbas restorantit, u ndruam shpejt me motrën, mami me babin janë në shtëpi dhe po flenë gjumë momentalisht sepse janë lodhur, edhe ne mundohemi brenda 3 ditëve të shikojmë sa më shumë në Paris. Desha të them që unë me motrën u ndruam edhe ikëm nga hoteli, sepse shkojmë diku që nuk mundeni të kuptoni sa entuziaste që jam, edhe sa nuk e besoj dot që është realitet kjo gjëja që do jetojmë sot. Nuk e di po e keni parë, por kemi bashkëpunuar edhe unë edhe motra me Polen, brandin Polen. Ka në përgjithësi çanta shumë të bukura, edhe ja u kemi treguar edhe ju, edhe në Instagram, edhe në YouTube, janë nga çantat e mia të preferuara. Edhe tani do shkojmë nga afër te dyqani i Polenit, sepse këtu Parisi është qyteti kryesor për Polenin. Këtu hap, këtu nis ky brandi. Më duket këtu nisi ky brandi. Edhe na kanë ftuar për një takim të shkojmë te dyqani i tyre. Unë nuk e besoj dot që një herë flas me Polenin, që 2 herë do shkoj t'i shoh nga afër, edhe 3 herë që më kanë ftuar mua, që kush jam unë? Neve, më fal, po
Tani flas për veten time dhe emocionet e mia, pastaj do ta hipja ty të thoshe se neve bashk, mua edhe motrën që më mban momentalisht kamerën. Mbrapa këtu jemi te Arc de Triomphe, prisni. Arc de Triomphe. Dhe rruga që ndodhemi tani quhet Champs-Élysées, edhe ka në përgjithësi brande të shtrenjta, edhe luksoze, edhe këto më të bukurat. Kaq. Ikim. Motra, ti si ndihesh që po shkojmë te Poleni? Ndjek një entuziazëm shumë të madh, sepse Poleni sa herë që na dërgonte çanta më shkurante një letër që thoshte që po të vish në Paris, na i thuaj që të organizojmë diçka të bukur bashk, edhe nuk e besoj dot që po bëhet realitet. Mbas kaq vjet kolab. Let's go! Zgjedhim çantat që do marrim. Edhe ka pafund opsione, edhe janë të gjitha fantastike. I shikoni këto ngjyrat këtu. Edhe kjo është vetëm një lloj çante. Ka pafund opsione. Nuk e di çfarë do marr, edhe kjo këtu te dritari është fantastik. Sa dolëm. Nuk besoja kur në jetën time që do arrita bëj këtë gjë si eksperiencë. Na vuri në një dhomë private, ishim vetëm ne të dyja, na tha lini këtu gjërat tuaja, kishte një herë dekorimi edhe të gjitha atje brenda detajet ishin fantastike, të mrekullueshme. Zgjodhëm dy çanta, unë me motrën, të njëjtat. Nuk do ju them kë zgjodhëm, i keni parë të gjitha në vlog, në përskena. Dua shumë të më shkruani poshtë kë besoni që zgjodha, unë edhe motra. Por problemi ishte që nuk e kishte në gjendje në atë moment. Edhe në tha, doni do një tjetër, apo doni t'ja dërgoj këtë në shtëpinë tuaj, në Greqi dhe në Itali? I tha, më mirë të në dërgosh këtë, se unë realisht edhe motra ram dashuri me këtë çantën. Edhe mezi po pres t'ja tregoj sa të më vi, po më shkruani kë besoni që more. Edhe tani me që jemi në Champs-Élysées, normali që do bëjmë një xhiro këtu te rruga plot me dyqane, edhe do shkojmë drejt te Arc de Triomphe, të bëj një foto kështu të bukur, estetik, edhe pastaj të rikthehemi në shtëpi, sepse motra ime është lodhur, ka nevojë për pak gjumë që të ketë mundësi pastaj në darkë të ngrihet përsëri, se unë në darkë kam parë një lokal që është bar. Dua shumë të shkoj, dua shumë pafund të vizitoj këtë lokali. Prandaj duhet ta çoj motrën në shtëpi të shlodhet që të mos grindet pastaj gjithë natën, edhe të ketë pak më shumë energji. Jemi në mes të shiut. Shifë si janë bërë flokët e mia. Shifë si janë bërë flokët e mia. Shifë si janë bërë flokët e mia. Tani po shkalloj, tani po kaloj te faza tjetër e. Jo, ne kemi fajin për të gjithat se kishim mundësi të marrim umbrella me vete, edhe nuk i morëm. Po, s'budallohet shka. E kemi parë që gjithë këto ditë. Po, këto 2 ditë që jemi këtu, këto 2 ditë, po. Njërë ka djenë në mbreshe më keq se Londra. Po dole me mendin të letë se neve, kemi takim të Poleni, edhe... Edhe nuk morëm asë një umbrell, asje. Unë të rilajmë sot, arin të kuptosh apo më ndodhë. Jo, na kanë marrë mësysh. S'kan lënë ma gjipa na bo. Plus, desha të marrë një mbëlsirë që është nga lokali Madame, edhe është shumë e famshme, ka atë, do me thënë... Kullën e Eiffelit në vafël. Kullën e Eiffelit në vafël. Edhe kisha parë, thash, do shkoj ta marrim, se ishim atje, do me thënë, ndalom mu në atë lokal. Edhe vajt atje kishte një radhë të papar, edhe më tha motra nuk ka shans, hajde ikim, i thash hajde ikim. Sa u nisëm, filloi shiu. Po të kishim mamin me babin këtu, do kishim prenontuar. Do kishim marrë jo 1, jo 2, po 4 umbrella. Do kishim prenontuar. Jo, do kishin Do kishin menduar. Se kam pronoisi, dua ishe të thuash ti, po nisi. Do kishin menduar desha të them. Tani mirë, okay. Hajde, me shi, motra, niso. Pra po, motra, jepi motra. Shi, bie në Paris. Po këtu jemi, hec. Vem pas se nuk jemi atje ku duhet të jemi. E pastaj do më thosh, po motra, ngatrova. Ja dolëm, arritëm. Që jemi psikologjike, nuk është shumë delikate. Edhe kur i qesh, do më vjen kështu gruj, pam. Sa u kthem në shtëpi, u ndruam direkt, sepse edhe mua më dhembin këmbët, edhe motrës i dhem këmbë, kuriz, shpirti, të gjitha. Mirë, motra ime është edhe pak më e madhe në moshë, kuptoni tani. Ju
po, është edhe ratë se keqe, kupton. E i siguro që të bradi dhe të vlume, diladi, ja garantoj e ka to se ka to. Edhe desha t'i tregoj qa morëm rrugës për në shtëpi. Gjetëm këtë dyqanin që kishte ekler, edhe motra ime të shmëndet për ekler, quhet dyqani Leclerc de Genier. E kuptuat? Se kuptuat? Unë tani do ju tregoj qa mori motra ime, besoj tani e shikoni. Kjo është me vanilje dhe ara pekan. Na, do t'a provosh? Presim reagimin. Është shumë e mirë. Shumë. Ma, Është e freskët, po shia që ka, është pak strano. Po e mirë është, e mirë. Tani vazhdojmë me blerjet të dyta, të cilat janë nga një boulangerie që gjetëm rrugës. E kaluam edhe në mëngjes, po thjesht e pam nga jashtë, tham, shumë e bukur kjo, edhe nuk pam që kishte brenda. Na pëlqyen të gjitha edhe të ëmblat që kishte edhe të kripurat, edhe morëm 2 gjëra të vogla me motrën të provojmë vetëm, edhe tham po na pëlqejnë, do shohim mos shkojmë, mos kalojmë prap nesër, se nuk është larg nga shtëpia, këtu afër është. Atëre këtu kemi një tart me limon, të cilin e mori motra ime. Na, do ta provosh tani apo jo? po e për pak se atë ku ta provoj? Për pak, nuk do e provoj tani. Unë mora një ekler me pistachio të provoj. Nice. Prap nuk jam e sigur po më pëlqen shija pistachio. Nuk e di qa shije do më pëlqente, po prap më duket e pak e çuditshme. Ajo zjezra ishte më e freskët. Ja po provoj, çfarë more ti? Pistachio. Ekler more edhe ti. Diçka më kujton prito. Ka shijen e një diçkaje që kam ngrënë dikur të vjetër. E strano, po. Është pak strano. Nuk ishte shumë e mirë vërtet tash, jo. Dua të provoj këtë tartë në njerëz, po e kanë ngjitur këtu poshtë me diçka dhe u çaj shkreta, me he zot na rujt. E mirë duket e jotja, nuk duket e keqe. E mirë. E mirë. Atere, tani për në fund mbajta. Po, shifes jamber, si qenë? Ato qenë të vogla të shpifura që bëjnë qajnë kokën ashtu jam. Për në fund, desha të them që mbajta macarons nga La Durem, të cilat janë më të famshme në gjithë Parisin. Kam dëgjuar që në përgjithësi duhet të rastis ti marrësh të freskëta, se në përgjithësi po kanë ndenjur pak, nuk janë shumë të mira. Do shohim fatin ton për sot. Mire ishin se unë e hangrata me limon. Kur hangre time? Që kur e bleva me dorë aty jashtë. Vërtet. Kur ishim aty jashtë unë e hangra. Njëra shkatruar pak, se i kishim të çante e babit, po s'ka gjë, unë do e haj edhe kështu. Shumë e mirë. Nuk e 3 euro të sopa ishin këto. Shumë të mira. Plus t'ju tregoj suvenirsat që morëm në Louvre. Si them në Shqip? Louvre. Motra ime mori këto kartolinat. Njëra është kjo këtu. E dyta është kjo këtu. Janë kartolina që mund të shkruash mrapa e ti dërgosh. Po ne i morëm thjesht për suvenirsat, se why not? Janë shumë të bukura. Edhe kjo që edhe te libri, që mos e humbësh të faqen që je. Edhe unë mora prap 2 kartolina. Unë mora këtë, ta kem për librin, që të mos e humb faqen me sytë e Mona Lisës. Edhe këto 2 kartolinat, njëra kjo, e dyta kjo këtu. Shumë cute, shumë nice. Ora ka kaluar, është 11 e natës, edhe ne kishim dal një xhiro. Nuk i mora me vete sepse vërtet është që as nuk kisha shumë energji, plus binte dhe super shi kur dolëm nga shtëpia, edhe isha me çadër në dorë, dorën tjetër me telefonin që të shohim rrugën, të gjejmë ku do shkojmë, çfarë do bëjmë. Kështu që prandaj nuk mora edhe kamerën me vete, por vajtëm një xhiro në një jazz bar. Unë desha të ve në një jazz bar specifike, të cilën e kisha parë edhe isha fiksuar super keq që desha të shkoj. Ai jazz bari ishte edhe nga filmi La La Land, që është nga filmat e mia të preferuara. E kështu që desha të shkoj në atë. Edhe vajtëm atje, por nuk e di vetëm unë atë jazz barin, e din shumë njerëz të tjerë, është mbi tokë, edhe shkojnë njerëzit atje, ka muzik live jazz, edhe kërcejnë, edhe dukeshe shumë bukur realisht, por problemi është që është bërë edhe super viral në TikTok, kështu që kishte një radhë, po kur ju them një radhë, gjigante.
Edhe ne kur arritëm binte super shi. Nuk ishte as asgjë nga lart atje ku ishte radha, thjesht rinin njerëzit edhe lageshin. Edhe vendosëm të mos presim në radhë, edhe vajtëm në një lokal që ishte atje afër, edhe kishte edhe atje muzik live, shumë vibe ndryshe, thjesht kishte një vajzë që këndonte, një burr i cili luante piano, edhe ishin njerëzit të ulur, nuk kërcenin, ishte më qetë. Okej, pim diçka, kaluam natën tonë bukur, edhe tani u kthem në shtëpi, unë po pres radhën time që të bëj banjë sepse tani ka hyrë motra brenda. Edhe kaluam tani nga Notre Dame. E pam edhe këtë nga jashtë, sepse kam dëgjuar që nga brenda nuk ja super vlen të shikosh, edhe unë nuk e kisha ndonjëherë fiksim Notre Dame. Edhe e pam tani nga jashtë të paktën, kaluam, ishte shumë bukur, normale si çdo gjë këtu në Paris, janë të gjitha fantastike, del thjesht nga shtëpia dhe shikon një apartament të thjesht, të zakonshme, që është gjigante me skulptura lart edhe nuk e di, nuk kam fjalë për Parisin, është nga ana e arkitekturës, e lokaleve, të gjitha këto janë ashtu si që kisha fiks në mendje. Përshëndetje. Motra ime është pak si shumë e lodhur. Motra doli nga banja, kështu që ika. Është ora, t'ju le. Bëra banjë, ndihem pak më mirë me veten time, edhe tani është ora të shtrihem të flej gjomë se ka vajtur vonë, edhe nesër kemi të zjemi prap herët si çdo ditë që jemi këtu. Kështu që nesër do vazhdoj motra me vlog nga Parisi. Part 2, kështu që do e shikoni vazhdimin atje. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu. Nuk e di çka kam nxjerr. Nuk e di po ka dal i gjatë apo i shkurtër, por po mundohem sa jam këtu edhe ta shijoj pak Parisin, larg pak nga kamera, larg pak nga telefoni, kështu që çfarë të jetë ky vlogu. Natën edhe ne do shifemi te video e radhës. Çfarë duhet të them tani? Pse më dhe? Shifemi te video. Shifemi te video radhës. Babi po digjet në TikTok.